Tani në pota fatin me Abejn me nejt pak ma gjatë, edhe për muaj njeri ka qenë ndër luftëtarët matë zot në historinë e Kosovës. E kum takue Bekim Berishën Abejën. E takova në Garrapole. Edhe po manal Kerrin, o po merr me Kerr. Isha të isha në tërdes, kena pas ato i kom pas 2 halla. Edhe ty unë gjitë për me shkue prapë për fshatin tem Makërmal, o dufke Garrapole, Obrije, Likaf, se më lëshu tani për me shkue në Makërmal, kom në atë ku, po manal Kerrin, Abeja, Bekim Berisha. Bili ka pas një shprehi, voglëshja u bëjke, dhe më thonë ushtarve, adin i therke voglësh. Voglësh ka, hajde, hinë mrena. Hajde, shkum. Edhe thamë karo hije, tha hoj, tha për një fli. Thash, komandant, thash, vesh kalzëm kur po vjen edhe flin ta qesën. Tha mas 2-3 dite, tha, vi, tha dhe ko me hongre fli. O, bo, i kalzova akuma, tek, erdh, Abeja. O mora të Abeja dhe shkum në për pika, ku kanë pas më fillu pikat, në për në Trstenik, piken ka të përbol Trstenik, kjo të është aja pjesa, tash s'pon kujtuhet bashkë me emen, po ka qenë, dëmon 114 në atë pjesë, ka qerezi, po ju bashkë në qerez, ku janë prekësht, ata janë kome komunës Skënderajt, shkum atë një pik, edhe ju të regoj Abeja qëfar qysh mi qelë pozicionet e kejt, pe atë ujtë shkum në Trstenik, pe atë ujtë shkum në Bajnic, edhe shkum në Tërdec, dhe më thonë në për pikat ku Abeja i orientejke ushtartë, ata disa ushtarë, nuk ishë shumë ushtarë, po ata që ishin, për me qysh me veprue, për me, nëse në rast se vjen armiku, qysh me mbrojt edhe, ju të regoj qysh me bunkerat, disa e dishin kush është Abeja, Abeja, unë ma vënë e kum kuptu që Abeja kishë qenë në Kroaci, tani në pota fatin me Abejn me nejt pak ma gjatë, edhe për muaj njeri ka qenë ndër luftëtarët matë zot në historinë e Kosovës, ka qenë një njeri motivus që për çdo ushtar ka qenë, kur ka thajt diçka, na ka shtit në zemër atë fjallë edhe na ka në gjendje edhe tenkës me hypë me fjallë tina. Qash ka qenë motivus, edhe ka qenë shpresdhens, ka dhe shpres, po dhe motivus, po dhe ka ditë me të orientu, me të mësu, o kohë një njeri që sot nuk përmenet edhe nuk vlerësohet, sot do të më vlerësuaj aja figurë. Aja njeri, dhe më thonë, që ka dhonë një kontribut të jashtëzakonshëm për menë.